Përmbledhja e ngjarjeve kryesore të ditës në Radio 7. Arrestohet ish drejtori i drejtorisë së librave am në Maqedoninë e Veriut, Bujar Dardishta. Lajmi është konfirmuar nga ministri i Punëve të Brendshme i Republikës Maqedonisë së Veriut, Pançe Toshkovsi. Nga prokuroria themelore për ndjekjet të krimit të organizuar njoftuan ndalimin e disa personave të tjerë pas aksionit të kryer në Shkup dhe Kumanov. Zyrtarisht mbi ish funksionarët rëndojnë dyshimet për vepra penale të natyrës financiaro-ekonomike. Ambasadori amerikan në Republikën e Maqedonisë së Veriut, Angela Geller, kërkon më shumë njerëz të bashkangjiten betejës për të luftuar korrupsionin. Sigurisht që shon njerëz në qeveri dhe gjyqësorë që janë vërtet përkushtuar ndaj kësaj dhe i përshëndes dhe i falenderoj sepse janë sinqerisht si zëra në shkretë të tjerë. Shpresoj që më shumë njerëz të bashkangjiten e tyre, sepse është gjëja e dur për të bërë, apeloi ambasadori amerikane në Shkup. Angela Geller paralajmëroi se gjendja në sistemin gjyqësor është më e keqe se më parë, që qartë reflekton besimin e ulët të qytetarëve. Sipas ambasadorës, qytetarët nuk duan vetëm deklarata, por procese reale gjyqësore, të cilat do të mund të ndjekin dhe kuptojnë pa dallim nëse bëhet fjalë për raste penale apo korruptive. Digitalizimi si një nga shtyllat e zhvillimit të shëndetësisë ishte në thelb të takimit ndërmjet ministrit të shëndetësisë Maqedonisë së Veriut Azir Aliu me ministrin e shëndetësisë dhe mbrojtjes sociale të Shqipërisë Evi Sala. Gjatë takimit mbajtur në Tiranë, Aliu vlerësoi ndër të tjera nevojën për shkëmbimin e njohurive dhe përvojave ndërmjet personelit mjekësor të dy vendeve. Synimi mbetet përmirësimi i përgjithshëm i kujdesit shëndetësor. Rajoni. Kosovës do të hiqen të gjitha sanksionet e vendosura nga Bashkimi Evropian duke nisur nga muaji janar. Lajmi është bërë i ditur nga presidenti Vjosa Osmani, i cili mori pjesë në samitin BE Ballkani Perëndimor në Bruksel. Kemi lajme të shkëlqyeshme për Kosovën në fund të samitit ndërmjet Bashkimit Evropian dhe Ballkanit Perëndimor dhe pas diskutimeve intensive me partnerët tanë u mor vendimi që të gjitha masat të hiqen Kosovës, ku një pjesë e madhe hiqet sot. Komentet e presidentes Kosovës gjetën mbështetje dhe nga kryeministri Edi Rama. Shefi i qeverisë shqiptare përgëzoi punën e bërë nga numri 1 i shtetit në Kosovë. Kjo grup ka qenë jashtëzakonisht sot. I ka zhbllokuar të gjitha fondet e bllokuara për kaq kohë. Dhe lese që a thot kemi lajme, se s'kemi lajme, ka kjo lajme dhe është merita kësaj 100% bravo të qoftë. Ti e di që unë s'to du, po realitetin do të me thonë. Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen, duke publikuar një fotografi me presidenten e Kosovës Vjosa Osmani, konfirmoi se Bashkimi Evropian do të lëvizë me heqjen e masave ndaj Kosovës fal transferimit paqësor të qeverisjes lokale në veri të vendit pas zgjedhjeve të fundit. Fal kësaj, më vjen mirë të njoftoj se ne do të lëvizim përpara për heqjen e masave ndaj Kosovës. Ne do të programojmë 216 milionë euro asistencë financiare dhe synojmë që të lëshojmë 205 milionë euro në fillim të vitit të ardhshëm, deklaroi zyrtare e lartë europiane në rrjetet sociale. Presidenti i Këshillit të Evropës Antonio Costa paralajmëroi se zgjedhjet e ardhshme parlamentare të Kosovës mund të jenë një moment kyç për konsolidimin e reformave. Këto komente Costa i bëri pas përfundimit të samitit BE Ballkani Perëndimor në Bruksel. Sa i përket Kosovës, ne përshëndesim hapat e ndërmarrë për ndërtimin e besimit ndërmjet komuniteteve. Zgjedhjet e ardhshme parlamentare mund të jenë një moment kyç për konsolidimin e reformave dhe për një angazhim konstruktiv në rrugën drejt anëtarësimit evropian, u shpreh Costa. Ai tha se ky takim paraqet rastin më të mirë të vitit për të rikonfirmuar forcën e marrëdhënieve BE Ballkani Perëndimor. Bashkimi Evropian vlerëson se mungesa e normalizimit të marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë vazhdon të pengojë të dyja palët në rrugën e tyre europiane. Reagimi vjen në deklaratën e Brukselit e miratuar në samitin BE Ballkani Perëndimor. Në të thuhet se të gjitha marrëveshjet e arritura në dialogun e ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian duhet të zbatohen, ku në veçantë është marrëveshja për rrugën drejt normalizimit dhe aneksi i saj. Në samitin e Bashkimit Evropian, këtë herë Serbia refuzoi të marrë pjesë. Prokuroria Speciale e Republikës Kosovës ngrak akuzë ndaj të pandeurit Ramadan Morina në dyshimin e veprës penale krimi luftës kundër popullsisë civile. Ai akuzohet si bashkautor në vrasjen e 34 civilëve shqiptar. Kjo ngjarje ndodhi më 31 mars 1999 në burim të komunës së Malishevës. Morina akuzohet edhe për pjesëmarrje në shkatrimin e pronës, dëbim masiv të popullsisë civile dhe plotshkitjen e pasurisë së rreth 1000 qytetarëve të cilët nuk ishin të përfshirë në luftime, thuhet në njoftimin e Prokurorisë Speciale të Kosovës. Komunat me shumicë serbe në veri të vendit të riqen nga Asociacioni i Komunave të Kosovës. Mitrovica e Veriut, Leposaviqi, Zvečani dhe Zubin Potoku pritet të bëhen pjesë e një asociacioni të veçuar të komunave me shumicë serbe. Vendimi vjen pasi Lista Serbe, partia më e madhe e serbëve të Kosovës që mbështetet nga Serbia, e riktheu pushtetin në këto 4 komuna pas zgjedhjeve lokale të tetorit.
Kryetarët e rinj nga kjo parti kishin paralajmëruar në fillim të dhjetorit se do t'i rishikoni vendimet e marra nga kryetarët e deri tanishëm shqiptar. Ata paralajmëruan një shqyrtim të hollësishëm të gjendjes së trashëguar juridike dhe financiare në mënyrë që në periudhën e ardhshme të merren vendime në përputhje me ligjin dhe në interesin më të mirë të qytetarëve. Hapet për qarkullimin e këmbësorëve ura e re mbi lumin Ibër që lidh Mitrovicën e Jugut të banuar me shumicë shqiptare dhe atë të Veriut të banuar me shumicë serbe në Kosovë. Ura e re u përurua nga kryeministri në detyrë Albin Kurti, ushtruesi detyrës së ministrit të infrastrukturës Hysén Dermishi dhe kreu i Mitrovicës së Jugut Faton Peci. Kurti tha se me hapjen e kësaj ure për këmbësor rritet qarkullimi dhe ka më shumë lëvizshmëri në Mitrovicë, në këtë qytet kaq të rëndësishëm për Republikën e Kosovës. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Endri Shabani betohet si avokati i popullit mes tensioneve dhe përplasjeve në Kuvendin e Shqipërisë. Në këtë seancë deputeti i opozitës Klevi Zballiu dhe deputetë të tjerë demokratë zunë vendet e ministrave në një kohë që kryetari i Kuvendit Niko Peleshi vjoi me rendin e ditës. Ai thiri Endri Shabanin të kryejë betimin pavarësisht thirrjeve të opozitës për ta larguar nga salla. Betohem se gjatë kryerjes detyrave të mia do të mbroj këtë liritë dhe të drejtat themelore të njerëzve pa dallim, në përputhje me Kushtetutën dhe me ligjet e Republikës së Shqipërisë. Zoti Shabani. Betohem. Suksese dhe punë të mbarë. Fillojmë me çështjen sipas rendit të tutës. Shabani u betua si avokati i popullit ndërsa largohej nga salla duke përshëndetur dhe opozitën. Partia Socialiste premton zbatimin e procedurave ligjore për heqjen e mandatit të deputetes dhe zëvendës kryeministres Belinda Balluku. Kuvendi i Shqipërisë e ka qartazi të përcaktuar gjithë procedurën që do ndjeki, me gjithë klithmat, ulërimat e Gazmend Bardhit. Kuvendi i Shqipërisë, siç e përcakton procedura, nesër fillon procedura. Ky është një rast ku Kuvendi i Shqipërisë do duhet ta kryejë procedurën sipas Kushtetutës dhe sipas procedurës përcaktuar. Pas seancës plenare ku pati tensione me thirrjet për fillimin e procedurave për trajtimin e kërkesës së SPAK ndaj numrit 2 të qeverisë, kreu i grupit parlamentar Tauland Balla deklaroi se drejtësia mbështetet vetëm nga shumica qeverisëse. E vërteta është që të gjithë e dim fare mirë se SPAK-un e mbështet vetëm një forcë politike qartazi, që është Partia Socialiste. Kryetari i Kuvendit të Shqipërisë, Niko Peleshi, mbledh të premten Këshillin e Mandateve për kërkesën e SPAK. Administrata e Kuvendit u shpërndau 10 anëtarëve të Këshillit vetëm kërkesën e prokurorisë për heqjen e imunitetit, por jo provat mbështetëse që SPAK i dorëzoi Kuvendit. Sali Berisha kërkon nga zëvendës kryeministra Belinda Balluku të informojë shqiptarët për pazaret që kanë bërë dhe dëmet që i kanë shkaktuar atyre. Pas përplasjeve në seancën plenare, kryetari i Partisë Demokratike pretendon se kryeministri ka vendosur për shkarkimin e numrit 2 të qeverisë. Pazari është më në fund, siç pata njoftuat 3 ditë më parë, se Rama ndodhej në zgjedhjen e më të vështirë të jetës tij midis Lindës dhe Belindës, midis Lubis dhe Lindës. Dhe Mram ka vendosur të mbaj Lindën të lëshoj Belindën. Ndërsa nuk munguan dhe akuzat për pengmarrje gjatë aferave të dyshuara korruptive. Motoja e tyre është vill dhe ik. Ergys Agasi është njeriu më intim i Edi Ramës, terrorist me 2 pengmarrje dhe jeton i qetë pa asnjë lloj birës me mbrojtje shtetërore. Shqipëria dhe Mali Zi ka arritur përparim të mirë drejt Bashkimit Evropian, deklaroi presidenti i Këshillit të Evropës Antonio Costa. Sipas tij, viti i ardhshëm do të jetë momenti i së vërtetës për përshpejtimin e reformave. Costa tha se vetëm duke e kapërcyer të kaluarën Ballkanin Perëndimor mund të marrë plotësisht rolin e tij si antar i ardhshëm i Bashkimit Evropian dhe të kontribuojë në një Europë të qëndrueshme, të begatë dhe të bashkuar. Bashkimi Evropian është dhe do të mbetet partneri ynë më i besueshëm i Ballkanit Perëndimor. Ata janë pjesë e familjes europiane dhe Bashkimi Evropian është vendi i tyre, nënvizoi presidenti i Këshillit të Evropës Antonio Costa. Për turbin e madh të gjithë atyre që e sponsorizojnë atë lloj drejtësie, komentoi kryeministri Edi Rama gjyqin ndaj ish-presidentit Kosovës Hashim Thaçi në akt. Pak para takimit me ish-kreu në ÇK, Edi Rama vlerësoi se kjo është shkelje të gjitha normave të procesit të rregullt ligjor. Shkeljet e standardeve, shkeljet e të drejtave të njeriut, shkeljet e të gjitha normave të procesit rregull ligjor janë në fakt e vetmja normë që ka karakterizuar këtë farsë.
Kryeministri shpreson që vitin e ardhshëm të lirohen të gjithë ata që nuk bën asgjë më shumë përveç se mbrojtën lirinë dhe dinjitetin njerëzor. Unë dua shumë të besoj se në fund e drejta do të fitoj, dhe këtu nuk ka 2 apo 3 drejta, këtu ka vetëm një drejtë, që është drejta e bekuar përjetësisht me gjakun e heronjve, e martirëve. Ishte Edi Rama. Bota. Komisionerja për zgjerim e Bashkimit Evropian Marta Kos deklaron në shkrimin e 3 marrëveshjeve operacionale bilaterale që forcojnë bashkëpunimin doganor midis administratave doganore të Shqipërisë, Moldavisë dhe Maqedonisë së Veriut me Greqinë, Bullgarinë dhe Italinë. Memorandumet synojnë të zvoglojnë kohën e pritjes në vendkalimit kufitare dhe të lehtësojnë lëvizjen e madrave. Memorandumet mundësojnë zbatimin e mëtejshëm dhe shtrirjen gjeografike të korridoreve të gjelbra duke kontribuar integrimin gradual të Ballkanit Perëndimor në tregun e vetëm të BE-s. Memorandumet janë pjesë e planit të rritjes së Moldavisë në Bashkimin Evropian dhe iniciativës të korstive të gjelbra BE Ballkanit Perëndimor të udhëhequr nga Komuniteti i Transportit dhe Marrëveshja e Tregtisë së Lirë e Europës Qendrore. 3 marrëveshjet e reja ndërtohen mbi memorandumet dypalëshe ekzistuese që tashmë janë në fuqi në kufi të tjerë nëpërmjet partnerëve në rajon. Në të njëjtën kohë, Bashkimi Evropian ka vendosur në dispozicion edhe 54 milionë euro për të investuar në 11 pika kufitare prioritare duke siguruar një tranzit më të lehtë të madrave. Ndoqët edicionin informativ të lajmeve në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.